Shitja, një nga kontratat më të zakonshme të cilën shpesh e hasim edhe në përditshmërinë tonë. Ja disa nga pikat kryesore që duhet keni parasysh për këtë lloj kontrate. Së pari, objekti është shumë e rëndësishme të përshkruhet saktë objekti që do të shitet dhe të gjitha cilësitë dhe karakteristikat e tij. Së dyti, duhet të ketë një klauzol në lidhje me defektet e fshehura, sepse ndonjëherë ndodh që ne nuk arrijmë të shikojmë të gjitha cilësitë e një sendi kur e blejmë. Prandaj është e rëndësishme të përcaktohet afati deri kur ne kemi mundësi që t'i reklamojmë ose të ankohemi në lidhje me këto defekte. Së treti, parashikimi i një afati për pagesën e çmimit, sidomos nëse ai do paguhet në një moment të dytë, por edhe të interesave në rast se ka vonesë. Dhe së fundit, duhet të parashikohet qartë vendi dhe koha e dorëzimit të objektit të kontratës së shitjes, si dhe të dokumentave që mund ta shoqërojnë atë apo aksesorëve të tij. Keni pasur ndonjëherë probleme me kontratën e shitjes? Na shkruani.